Mësuesit e diasporës u mblodhen në Kosovë për të ruajtur dhe zhvilluar gjuhën shqipe. Gjuha shqipe vazhdon të mbijetojë dhe të përcillet në brezat e rinj jashtë kufive të Shqipërisë e të Kosovës, falë angazhimit të mësuesve të diasporës, të cilët punojnë për ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Në Brezovic u zhvillua edicioni 19 i seminarit mbarkombëtar të gjuhës shqipe në diasporë. Në këtë aktivitet morën pjesë mësues, përfaqësues institucionesh, ekspert nga Shqipëria, Kosova dhe komunitetet shqiptare jashtë vendit, të cilët diskutuan për vështirësitë dhe perspektivat e arsimit shqip në diasporë. Mësuesit theksuan se ndër sfidat kryesore mbetet mungesa mbështetjes së vazhdueshme, vështirësitë ekonomike, numri i kufizuar i nxënësve dhe fakti që shumë prej kurseve shqipe funksionojnë mbi baza vullnetare. Ata nënvizuan nevojën për më shumë trajnime profesionale dhe përkrahje institucionale, me qëllim përmirësimin e cilësisë së mësimit. Seminari u shërbeu mësuesve si një hapësirë për shkëmbim përvoje, diskutim problemesh të përbashkëta dhe gjetjen në mënyrave të reja për ta bërë më efektive mësimin e gjuhës shqipe në diasporë. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës vlerësuan punën e mësuesve jashtë vendit dhe theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndër institucional.